Dërkaj, kalojmë pak në selinë e Partisë Demokratike, është konferencë për shtyp Sali Berisha. Që prodhimet shqiptare të mbushin tregun shqiptar dhe të vërshojnë në tregjet tjera. Për këtë qëllim, ne jemi të zotur të garantojmë konkurshmëri të ndershme me ligj dhe të sigurt, të garantojmë nivelin më të ulët të taksave në Europë, të sigurojmë deregullimin më të madh në interes të biznesit, të sigurojmë klimën më miqësore. Dhe kjo jo me fjalë, por me vepra, me ligje, me vendime konkrete. Në këtë kuadër, do të zbatohet tatimi 10% mbi të ardhurat nga puna, duke përjashtuar 50.000 lekë e para. Tatimi 10% mbi të ardhurat të tjera jo nga paga. 0 taksim mbi profesionet e lira dhe biznesin e vogël. Tavani vjetor për tatim fitim 0 për biznesin e vogël për tatim fitimin 0 për biznesin e vogël do të jetë 18 milion lek apo 500 euro në ditë. Dhe kufiri përjashtimit nga TVSH-ja do të jetë po ashtu në masën 18 milion lek xhiro vjetore apo 500 euro në ditë. Ulje nga 15 në 2% të taksës së shitjes së pronës. Dhe për këtë qëllim, krijimi kadastrës fiskale për përcaktimin e çmimeve të referencës. Bie taksa rama e karburantit dhe karburantet nuk do të shiten. Në Shqipëri, me një çmim që ndryshon plus minus 10% nga ai i Kosovës dhe Maqedonisë. Do të reduktohet 4 herë inspektimi nga inspektor të ndryshëm me biznese. 4 herë. Do bëhet gjithçka për digitalizimin më të plot të vëretarisë së bizneseve. Do thjeshtohet në maksimum legjislacioni fiskal për të siguruar qëndrueshmëri të kodit dhe ligjeve fiskale. Do anullohen të gjitha lehtësirat fiskale të dhëna nga ligje preferenciale. Ligji dhe vendimet, jo vetëm me ligje dhe vendime preferenciale, të porositura nga familjar dhe oligark të qeveritarve. Paguajnë taksën 6% në kohë kur qytetarët e paguajnë TVSH 20%.
ligji për investimet strategjike siç është nuk do ekzistojë. Korporata e investimeve strategjike, korporata e korrupsionit më të madh në histori, merr fund javën e parë të qeverisë PD dhe alatëve. Do të rishikohet në total sistemi aktual i gjobave dhe ndëshkimeve armiqësore ndaj biznesit. TVSH-ja do të rimbursohet në kohë reale dhe nuk do të jetë më diskrecion ministror. Do ngrihet menjëherë bordi, i cili do të përcaktoj kompensimin e pasojave që vijnë nga ndryshimi i kursit këmbimit në mbrojtje të sipërmarrësve dhe prodhimit vendas, mbasi narko euro është ndruar në një shpatë Demokleu për to, dhe ata do kompensohen. Ekonomia informale do përgjysmohet. Objektivi afatmesëm për të ardhurat buxhetore do të jetë 30%. Në programin e sipërmarrjes janë disa kategori që do të kenë trajtim të veçantë. Këta janë të rinjt, gratë dhe diaspora. 0 sigurime shoqërore dhe shtetësore për 12 muaj për punësimin e parë të rive nga sipërmarrësi gjërë në moshën 25 vjeçare. Gjithashtu përjashtim nga pagesa e tatimit mbi të ardhurat deri në moshën 25 vjeçare. Stimuj fiskal dhe mbështetje financiare për investitorët në moshën 35 vjeç. Studentët, profesionistët do mbështeten çdo vit me grante, numri i përzgjedhur i tyre jo i vogël, me grante 5 deri në 30.000 euro për startupet që do fillojnë. Do hiqet bara e tatim fitimit për vitin e parë për gratë që hapin një biznes dhe subvencionohen sigurimet shoqërore dhe ato shtetësore për 6 muajt e parë për to dhe stafin e tyre me kusht